Inspektorati i Punës ka intensifikuar kontrollet në të gjithë vendin, duke inspektuar 880 subjekte dhe mbi 22.000 vende pune gjatë periudhës së fundit. Nga këto kontrolle, 191 kanë qenë inspektime këshilluese, ndërsa për shkeljet e konstatuara janë marrë 625 masa administrative. Gjithashtu, inspektorati ka trajtuar 99 ankesa të qytetarëve dhe punonjësve, duke garantuar mbrojtjen e të drejtave në vendin e punës dhe rritjen e sigurisë ligjore. Megjithatë, raporti i progres e rekomandimeve të Këshillit të Investimeve nënvizon se informaliteti në punësim mbetet ende një sfidë e madhe. Strategjia kundër informalitetit ende duhet të hartohet dhe të miratohet me një plan veprimi të qartë, afate të përcaktuara dhe institucione përgjegjëse, gjithmonë në konsultim me biznesin. Ekspertët theksojnë se zbatimi i kësaj strategjie do të kishte një ndikim të drejtpërdrejtë në përmirësimin e klimës së biznesit, duke rritur sigurinë ligjore për punonjësit dhe duke ulur ekonominë informale. Kjo do të krijonte një treg pune më të drejtë, më konkurrues dhe më të qëndrueshëm, veçanërisht për të rinjt që kërkojnë mundësi punësimi në vend. Ndërkohë, autoritetet bëjnë thirrje për bashkëpunim më të ngushtë mes institucioneve dhe bizneseve, në mënyrë që strategjia të zbatohet shpejt dhe efektivisht, duke sjellë përfitime reale për punonjësit dhe ekonominë shqiptare.